Shqipëria renditet e 83 në botë për të ardhurat për frymë dhe 85 sipas fuqisë blerëse për vitin 2025, sipas të dhënave të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Për të dy treguesit, eventi mbetet ndër të fundit në Europë. Të ardhurat për frymë arrin rreth $11.000 duke kaluar Maqedoninë e Veriut dhe Bosnjë-Hercegovinën, ndërsa Kosova mbetet shteti më i varfër i kontinentit. Megjithatë, Shqipëria është shumë poshtë mesatares europiane dhe asaj të Bashkimit Evropian, duke arritur vetëm 28% të mesatares së Europës dhe 23.7% të Bashkimit Evropian. Në rajon kryeson Serbia me $15.300 për frymë, duke lënë pas Malinezi. Shqipëria nuk ka arritur as mesataren globale të ardhurave për frymë. Sipas treguesit të fuqisë blerëse, Shqipëria renditet e 85 në botë me $23.300 ndërkombëtar pas Maqedonisë së Veriut, duke reflektuar një kosto të lartë jetese dhe fuqi të ulët reale të paras për qytetarët.